Ndërsa kanë mbetur edhe 4 javë deri në mbyllje të këtij sezoni në Premier League, Burnley e ka vullosur matematikisht rënien nga elita e futbollit anglez. Në një situatë të tillë, drejtuesit e Burnley kanë vendosur në krye të listës për pasuesin e trajnerit Scott Parker, legjendën e Liverpool Steven Gerrard. Ish kapiteni i Reds, prej janarit të vitit 2025, është pa ekip, pas aventurës të skuadra e Al Ettifaq në Arabinë Saudite. Bordi kërkon reformë të thellë për të ndryshuar shumë çka, dhe Gerrard e ka treguar se ka eksperiencën e duhur për t'i ngjitur sërish në Premier League. 45 vjeçari njihet për raportin e ngushtë me lojtarët, dhe nëse emërohet, mund të konsiderohet shansi i lartë që broja të ndryshojë marsh dhe t'i jipen hapësira për të bërë protagonistin në ekip, ndryshe nga sa ka ndodhur me trajnerin Parker. Në edicionin 2026-2027, Burnley do të luajë në Championship, sikurse edhe sulmuesi shqiptar, pasi ka kontratë deri në verën e vitit 2030. Armando Broja nuk ka bërë një sezon të mirë me Burnley, dhe kjo shihet qartësisht nga shifrat e tij. Vetëm një gol i shënuar me klubin e Premier Ligës dhe një rol dytësor në pjesën më të madhe të ndeshjeve, ka sjellë zhgënjim te tifozët e klubit që po shkon drejt rënies në Championship. Por, sipas ish sulmuesit të njohur të Arsenalit, Alan Smith, Burnley nuk duhet të mendojë të largojë Brojen, por si të shfrytëzojë potencialin e tij në kategorinë e dytë angleze, pasi ai mund të kthehet në një armë të fortë për të. Unë kam kohë që e ndjek, që në ditët të Chelsea. Kur ai ishte te Southampton, mendoja, ky mund të bëhet një lojtar. Ai më kujton paksa Mitrovic, i cili bëri aq mirë te Fulham, por qartësisht Broja nuk i ka shënuar golat. Ai është i aftë ta bëjë një gjë të tillë, dhe nëse ata bien nga kategoria, ndjej se në Championship ai do të ishte një aset i madh për skuadrën. Ai është vetëm 24 vjeç, ndaj unë do ta mbaja për sezonin e ardhshëm, tha ish futbollisti i cili tashmë është një opinionist për Sky Sports.